Komisioni Rregullatori i Energjetikës ka ulur çmimet për transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike për 2 deri në 3%. Kryetari Marko Bislimovski thotë se kjo mund të ndikojë edhe në uljen e faturave të energjisë elektrike me rreth 1%. Megjithatë, sa do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike nga viti i ardhshëm, do të varet edhe nga llogaritjet që EVN duhet i dorëzojë ditët në vijim. Na pazarët në električna energia. Me vendimin e sotëm ndihen të gjitha elementet që përbëjnë çmimin përfundimtar, çmimi dhe sasia me të cilin blihet energjia elektrike, shërbimet e operatorëve të rrjetit, si dhe blerjet për humbjet janë mbyllur. Gjithashtu, tani mbetet që furnizuesi universal, edhe në home, në mbikëqyrjen tonë të bëjë llogaritjen dhe të publikojë çmimet përfundimtare sipas bllokeve. Pjesa që Komisioni Rregullatori i Energjetikës rregullon në çmimin përfundimtar ka një ndikim prej rreth 36%. I pyetur sa do të ketë zgjatje të orarit të tarifës së lirë gjatë ditës, Bislimovski u përgjigj se kjo mund të ndodhë. Megjithatë theksoi se tarifa e lirë natës mund të shtyhet nga ora 22 në orën 24. Влиянието на крайната. Analizat tona kanë përfunduar dhe del që mund të vendoset tarifë e lirë ditore, kur janë më të lira çmimet të energjisë elektrike në treg, por pas orës 22 ka çmime ekstrem të shtrejta. Prandaj nëse ndërmerret diçka për tarifën e lirë të natës, ajo nuk do të fillojë nga ora 22, por në orën 00 bëhet fjalë për praktikat e anvisrive që janë krijuar me vite për shkak të secilës do të shohim se çfarë do të ndërmerren në këtë drejtim. Bislimovski tregoi se Komisioni Rregullatori i Energjetikës ka filluar tashmë ndryshimin e licencave të elektranave fotovoltaike që kanë instaluar bateri, por tha se nuk mund të pritet të kemi teprisë të energjisë elektrike gjatë këtij dimri, sepse atëherë rritet konsumi, veçanërisht tek anvisërit, pasi shumë prej tyre përdorin energjinë elektrike për ngrohje.